Brenda shtëpisë së Big Brother, Eliona dhe Klodi vendosin të bisedojnë hapur dhe pa pengesa, si burrë e grua. Ata ulen pranë njëri tjetrit dhe fillojnë të ndajnë mendimet dhe ndjenjat që kanë grumbulluar gjatë kohës që janë brenda shtëpisë. Biseda e tyre është e qetë, por e ngarkuar me emocione të thella, dhe duket qartë që të dy ndihen të rehatshëm dhe të lidhur në një mënyrë shumë të veçantë. Gjatë bisedës, ata ndajnë eksperiencat e tyre, dëshirat dhe gjithçka që i ka shqetësuar ose i ka bërë të ndihen mirë brenda shtëpisë. Qeshjet, shikimet dhe mënyra si flasin me njëri tjetrin krijojnë një atmosferë të ngrohtë dhe intime. Publiku që i ndjek mund të ndjejë qartë kimin që ekziston mes tyre dhe mënyrën se si ata duket se kuptohen pa nevojë për fjalë të tepërta. Ndërkohë, të tjerët që ndodhen pranë mund të vërejnë lidhjen e fortë dhe të veçantë që po formohet. Çdo gest, çdo shikim dhe çdo fjalë e Elionës dhe e Klodit tregon një ngrohtësi dhe një afrimitet që nuk është vetëm miqësor, por një marrëdhënie që duket e natyrshme dhe e bukur për t'u parë. Të dy duket se ndihen rehat dhe të sigurt pranë njëri tjetrit, dhe kjo e bën skenën të duket shumë e këndshme dhe e qetë, por gjithashtu me një dozë të hollë dramatike. Biseda vazhdon dhe ata flasin për gjërat që i lidhin dhe për mënyrën se si mund të mbajnë afërsinë edhe përtej lojës dhe situatave të tensionuara të shtëpisë. Përmes fjalëve dhe shikimeve, ata tregojnë qartë respektin dhe simpatie ndërsjellë që kanë për njëri tjetrin. Tensioni dhe emocioni i momentit krijojnë një skenë që mbetet e bukur dhe e paharrueshme për të gjithë ata që e ndjekin. Ndërkohë, banorët e tjerë që vëzhgojnë e ndjejnë këtë afërsi dhe kimia e dukshme mes Elionës dhe Klodit i bën të gjithë të kuptojnë se ata janë një çift që duket shumë bukur së bashku. Çdo reagim i tyre, qoftë një buzëqeshje, një shikim apo një fjalë, shton emocionin dhe ndjenjen e lidhjes mes tyre, duke krijuar një moment të ngrohtë dhe dramatik brenda shtëpisë. Ky episod shfaqet si një nga momentet më të bukura dhe të veçanta të ditës, ku marrëdhënia mes Elionës dhe Klodit tregon qartë që ata nuk janë vetëm bashkëlojtarë, por që kanë krijuar një lidhje që duket e bukur dhe harmonike. Atmosfera intime dhe e ngrohtë e bisedës, përzihen me emocionet e momentit, e bëjnë këtë skenë të paharrueshme dhe të komentueshme për banorët dhe publikun që ndjek çdo detaj.